kjo është brenga e një babe të mirë, i cili shembull e ka Ibrahimin alayhi salatu wasalam, o Zoti jem, fëmijët e mi le të falen. Për kur gjë tjetër s'jam ngosht. Kur gjë tjetër nuk lypi pej teje. Kësaj lutje ju ka përgjigjë Allahu fuqiplot. Ibrahimi alayhi salatu wasalam i kishte 2 djem. Të dytë ju kanë falë, apo jo? Qysh jo, se të dytë janë konë pejgamber. Po për Ismailin alayhi salatu wasalam, Allahu kur flet në surën Maryam, وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Ismaili thot i urdhëronte shumë familjarët e tij që të falen edhe të japin zakat. Për shkak të kësaj Allahu ishte i kënaqur me te. Tash ku kemi modelin tjetër, shëmbulltyrën tjetër. Ibrahimi alayhis salam pris kandil ndriçues, o Zot le të bëhen edhe pasardhësit e mi. Do të bëhen disa. Ismaili alayhis salatu wassalam i urdhëronte familjarët e vet me namaz dhe me zakat, për shkak të kësaj Allahu u bë i kënaqur me te. Edhe kështu vazhdojnë rrëfimet e shumta të Kuranit famëmadh që na japin një model praktik shumë të kuptueshëm edhe shumë lehtë të aplikueshëm, që na si njerëz nuk na mbetet tjetër veç se me mush praktikën tonë pikërisht me çato rreze edhe me çat pozitivitet të cilin e kanë promovu pejgambert e Allahut fuqiplot.